Tani ty ne kus të shohim. Kënga magjike, kënga ime, skena e të kobës, evente pafund. Edhe unë ty kus të shoh. Në televizion, në koncerte, në skena, edhe kur kanë shkuar spektator, prap ty të kam parë me kamera në dorë. Në shërbi. Jo, kjo është profesioni im. Me të vërtetën, karriera ime ka filluar hershëm. Unë se mbaj mend, kam qenë 4 vjeç kur kam filluar të performojnë në art. Është një nga gjërat më të bukura që kam në brendja qenies time. Unë e shijoj dhe kam shijuar muzikën që në kohën time të vegjelis. I kam kënduar dashurisë, qytetit tonë Korçës. I kam kënduar mërzitjes, dhimbjes. Çdo gjë. Për mua është ajo preja ku unë kam nëpërmjet saj kam çliruar jetën time duke jetuar si Aureli në muzikë. Jam munduar të përsjell nëpërmjet këngëve të mia si në këngë magjike, si në teatrin e operës, arit që kam kënduar apo personazhet që kam bërë. Jam munduar të fut Aurelin dhe kur shikoj Lesa të hapin tënd. ti je unë. Jo aja jote aty. Se jem unë si e perceptoj, ose unë si e shikoj veten nga jashtë. Se aty është e bukura. Artisti asnjë kënaqet me veten. Të paktën rreti im artistik që unë kam një rreth shumë të zgjeruar shokësh dhe miq të shok të vërtetë, që jetojmë bashkë, flasim bashkë, ndajmë mendime të sinqerta bashkë. Tamam. Dhe nëpërmjet komunikimit apo fatit më të madh që kemi që sot e shikojmë veten në çdo kohë dhe në kohë reale, nëpërmjet celularit, thash edhe një herë, unë kënaqem sepse shikoj atë që dua unë të shikoj te vetja. I njëjti në shtëpi, i njëjti në skenë. Se në fund të fundit, ky është njeriu kur ka një personalitet, bëhet i pandryshyeshëm dhe bëhet shumë i këndshëm.